Mirëmbrëma të gjithëve dhe dua të filloj me një duartrokitje të madhe për Partinë Socialiste dhe kryetarin e saj Edi Rama përpara se të prezantohem para jush. E kam ndruar këtë ditë sepse unë kam jetuar në Britani të Madhe për 23 vite. 23 vite që i kam dedikuar një jetë ndoshta që asnjëherë nuk do ta kisha imagjinuar, sepse kam arritur në Britani të Madhe në vitin 2002, pa ditur të komunikoj në anglisht as edhe një fjalë. Dhe sot jam shumë e lumtur që të rri para jush dhe t'ju them që bia juaj, bia Malësisë Madhe, është profesoresh në një ndër universitetet më të mira në Britani të Madhe. Jam doktore shkencash, kam mbaruar 3 mastera dhe jam gjithashtu këshilltare në qeverinë e Walesit atje ku jetoj. Besoj se gjithë cili nga ju jeni krenar, ashtu si që unë jam krenare për Malësinë time. Kam vendosur të kthehem në Malësinë time për të shërbyer popullit tim, sepse në fakt Malësia është zhvilluar dhe nuk është shumë vështirë që gjithë cili nga ne të shohim ndryshimet që janë bërë në këto vitet e fundit. Por, Malësia gjithmonë është përfaqësuar në parlament nga burra të mençëm malësor, e jo nga gra. Besoj se është koha që zëri juaj tani të dëgjohet në parlament nga një grua e fortë që guxon të lejë çdo gjë që ka ndërtuar një 23 vite mbrapa për të shërbyer vendit të saj, për të shërbyer popullit të saj me përulësi. Prandaj, unë jam këtu sot për të kërkuar votën e gjithë cilit nga ju, sepse dua që t'ju shërbej, dua që për 4 vite të jem pranë jush, dua që të ulem dhe qaj hallet me ju, dua që të sjell hallet tuaja, dua të jem në shërbim të popullit tim. Kështu që edhe një herë ju kërkoj votën për Partinë Socialiste, për Edi Ramën dhe pastaj zgjillni në kandidat, sepse jemi të gjithë të mirë, se cili nga ne ka vlerat e veta, por unë jam këtu për t'ju thënë që jam bia juaj dhe dua t'ju shërbej. Më jepni mundësinë, më jepni bekimin tuaj që me 11 janar unë të jem atje ku Malësia e meriton. Faleminderit shumë dhe suksese Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Faleminderit.